Para 50 vitesh në vitin 1975 ishin 120 maturant. Sot janë më pak, por gjithsesi me plot emocione ata u bashkuan në kujtim të atyre viteve kur u shkolluan dhe edukuan si mësues në shkollën pedagogjike Shejnazi Juka në Shkodër. Për shkak të transformimeve urbanistike, godina e asaj shkolle nuk ndodhet më në qendër të qytetit, pasi ajo është kthyer në Lulishte, ku është ndërtuar shatërvani. Prandaj ish maturantët u mblodhen pranë godinës së ish konviktit Safet Spahiu, ku ishin akomoduar për 4 vite, sot seminarin ndërdioqezan. Kujtimet dhe mbresat për ato kohë nuk reshtin. Ne jemi matrisë dje, edhe me thënë drejtën, ne jena një brez që këna kontribuar shumë në arsimin e zonave të veriut. Janë shumë brezat që kanë dalë prej durave tona. Kena shkri jetën për brezat për të dhënë në arsim. Është një kënaqësi jashtëzakonshme për ne që u taku mas 50 viteve. Kemi ndryshuar pak nga fizionomia, kemi ndonjë rrudhë në fytyrë, ndonjë flok të bardhë, por jemi shumë krenar. Nga duart tona, mendja jonë dhe gjitha ato përpjekje që kemi bën për t'i edukuar studentat tanë, ato janë në të gjitha vendet e Evropës edhe në Amerikë, studentat tanë që janë inxhinier, mjek, profesorat famshëm dhe jemi shumë krenar. Tu na lidh një 4 vjeçar që kena kënë vlezër. Kena kënë vlezër më një tjetër dhe këta janë kënë motrat tona. Konvikti? Po konvikti Safet Spahiu. Konvikti Safet Spahiu. Sot më duket vetja, ndoshta në atë moshë, prap 18 vjeç, më duket kur u takova me te. U kënaqa krejtësisht. Mi fjalë i lash ato, jo, nuk kena plak. Njeriu plakët kur dhe në vetë. Ne ishna shumë të gëzuar, ne ishna sak dhe do t'jetë një ditë e veçantë, Martine, për ne të tanë, një ditë e veçantë të plezhit. Është një kujtim shumë i bukur, një ditë shumë e veçantë për ne sot. Kam punuar rreth 36 vjetë mësuese, po kena nxjerrë me qindra nxënës kuadra që janë të ja filloi infermier, doktor. Tëna, unë kam punuar 20 vjetë në Tropoj, 20 vjetë në Marka, 16 në Tiranë. Është një kënaqësi shumë e madhe për ne sot, që pas 50 vitesh që ne nuk jemi taku asnjëherë, u takuam sot edhe një herë dhe na ktheu pas në kohë. Dhe nuk di si ta përshkruaj këtë ditë, por do të mbetet në mendjet tona, në zemrat tona dhe inshallah do të takohemi përsëri në një herë tjetër. Shumë të kënaqëm jena për shkollën që kena marru, edhe njohuritë që kena marrë në këtë shkollë. Ato njohuria u kena transportu në nxënësve tonë për 41 vite. Kam mbyll, edhe kam punu me përkushtim të veçantë në Dëmgjën Mjerdis, në Gjegjen para me babën tim, pastaj kur jam martohen në Dëmgjën Mjerdis. Si gjithmonë thonin se shkolla e mesme është pjesa më e bukur e jetës, në fakt vërtet është kujtimet më të bukura ku forcohet dashuria, forcohet miqësia, gjen vëllezër motra të tjerë për cilët kalojnë 50 vjet dhe akoma ne i kemi në zemrën janë i tjetrin. Kena kënë jo shok, po kena kënë motër e vëllezër me njëri tjetrin. Pra ka kënë një shoqërie pastër, sinqert, edhe kena vazhdu misionin ton e mësusit për edukimin e brezit të ri, edhe tani mas 50 viteve jena bashku bashk, një ditë shumë e lumtur për ne, një ditë e pa harrume, se jetës nuk i dihet, prandaj ju uroj gjithave shokëve dhe shoqe shnet e mirësi, e dashuri e gëzim në familjet e tyre. Nga bankat e pedagogjikes Shejnazi Juka ata nisën udhëtimin e tyre në misionin e vështirë por tepër të rëndësishëm të mësuesit. Nga Shkodra dhe në të gjitha krahinat e vendit ton, pedagogët e Shejnazi Jukës u bën misionar të dijes, kulturimit dhe edukimit të shumë brezave të nxënësve, duke qenë një pikë referimi dhe një model përkushtimi për mësuesin misionar, simbolin e dijes.